dashur dëgjues, ndjekës, prindër, mësues, nxënës dhe të gjithë ju që besoni se fjala kur vjen nga zemra dhe shkon drejt zemrës, ka fuqinë të ndryshojë botën. Mirë se erdhët në episodin prezantues të podcastit Zëri i shkollës. Mirë se erdhët në Zërin e shkollës, aty ku çdo fjalë e thënë nga zemra bëhet urrë dhe çdo zë sado i vogël dëgohet me kujdes. Ky podcast është shumë më tepër se mikrofon në një dhomë. Është dritarja e re jonë për të parë, për të folur dhe për të ndjerë së bashku. Ky podcast është shumë më tepër se një mikrofon në një dhomë, është dritarja jonë e re për të parë, për të folur dhe për të ndjerë së bashku. Është një hapësirë që jep nxënësve tanë, atyre që shpesh kanë kaq shumë për të thënë, por pak mundësi për ta ndarë me botën. Këtu ata mësojnë të komunikojnë, të dëgjojnë dhe të bashkëpunojnë. Këtu rriten jo vetëm si nxënës, por si qytetar të rinj, të vetëdijshëm, të ndjeshëm, të aftë për të ndërtuar marrëdhënie më të mira me njëri tjetrin dhe me botën që i pret jashtë mureve të klasës. Në këtë studio ka ndodhur diçka e veçantë. Është rritur një frymë që bashkon mësues e prindër, drejtues e fëmijë dhe që e kthen shkollën në një qendër të gjallë ideje, zëri dhe jete. Sepse kur fëmijët mësojnë të flasin me guxim dhe dëgjohen me dashuri, ndryshon jo vetëm klasa, por edhe ardhmja e tyre. Ky është një fillim. Një zë që sapo ka nisur të flasë, jo për të bërë zhurmë, po për të dhënë kuptim. Ky do të jetë zëri i fëmijëve tanë, zëri i mësuesve tanë, zëri i përbashkët i një shkolle që beson se fjala është dritë dhe komunikimi është urrë. Ky është zëri i shkollës. Kjo nuk është thjesht një nisje teknologjike, as një risi për të qenë në hap me kohë. Kjo është një ftesë për të dëgjuar më shumë dhe për të kuptuar më thellë. Sepse siç ka thënë i madhi Noam Chomsky, një shoqëri e shëndetshme nuk është ajo ku njerëzit merren vetëm me informimin, por ajo ku ata mësojnë të analizojnë, të pyesin, të sfidojnë. Dhe kjo, dashur miq, është arsyeja pse ne sot flasim, dëgjojmë dhe ndajmë. Në një kohë kur komunikimi rrezikon të bëhet zhurmë, zëri i shkollës vjen si një urë e re që lidh fëmijët me prindrit, mësuesit me komunitetin, shkollën me qytetin dhe fjalën me mendimin. Ashtu si presidenti i ndjer Kennedy do të na kujtonte, një kom që nuk investonte arsimi, ka vendosur të ndërtojë të ardhmen mbi re. Ne sot përndryshe kemi zgjedhur të ndërtojmë mbi gur themeli të fortë dijen, bashkëpunimin, të vërtetën dhe zërin e përbashkët. Sot nuk është vetëm një ditë për të prezantuar një projekt, pajisje moderne, mikrofon të fuqishëm apo kamera të zgjuara dhe teknologji të re. Sot dëgjojmë zërin e një shkolle që nuk flet vetëm me fjalë, por me vlera, një zë që nuk është i mësuesit, as vetëm i nxënësit, por i çdo zemre që re për këtë komunitet. Në ky mikrofon do të flasin histori, do të dëgjojmë ëndra, do të ndajnë sfida dhe suksese, sepse siç tha një i nderuari presidenti Bill Clinton, forca më e madhe që kemi për të ndryshuar jetën e një fëmie është një bashkësi që kujdeset. Dhe këtë bashkësi, pra këtë komunitet, ne e kemi sot, këtu, në këtë sallë, në këtë shkollë, në këtë qytet. Ne jemi krenar të ndajmë me ju këtë rrugëtim që nisi me një ide të thjeshtë dhe sot është kthyer në një studio të vërtetë, një qendër bashkëpunimi, një vatër krijimtarie dhe mbi të gjitha një hapësirë ku çdo fëmijë ndihet i dëgjuar. Dashur miq, dëgjues, nxënës, prindër dhe kolegë të nderuar, mirë se vini në një udhëtim që nuk nis thjesht në valët e një mikrofoni, por në zemrën e një shkolle që ka vendosur të dëgjojë, të flasë dhe të bashkë krijojë. Kjo është studioja e Zërit të shkollës, një hapësirë e re, një dritare për fjalën e lirë, për mendimin e thellë, për zërin e fëmijëve tanë që shpesh mbetet i padëgjuar mes zhurmave të ditës e rutinës. Por sot ata nuk janë më thjesht dëgjues, janë zëdhënës, janë krijues, janë bashkë komunikues. E në këtë epokë ku bota digjitale është bërë një shesh i madh bashkëbisedimi, podcasti është më shumë se sa një trend. Është një instrument edukativ, një katalizator i zhvillimit personal, një arenë ku rritet guximi për të folur dhe forcohet urtësia për të dëgjuar. Në këtë mikrofon, nxënësit mësojnë jo vetëm të flasin bukur, dhe të mësojnë jo vetëm të flasin bukur, por edhe të mendojnë qartë, jo vetëm të tregojnë, por edhe të kuptojnë. Psikologu i madh Lev Vygotsky na ka thënë dikur, zhvillimi i fëmijës ndodh përmes ndërveprimit me të tjerët. Gjua është mjeti më i fuqishëm për ndërtimin e mendimit. Pra, fëmijët do të mësojnë jo vetëm të ngrenë dorën, por të ngrenë zërin me përgjegjësi dhe respekt. Në zërin e shkollës, gjua është dhe do të jetë më shumë se fjalë. Do të jetë kujdes,
krijimtari, vetëdije dhe identitet. Sot shkolla nuk është më një ndërtesë me mure, me tavolina të ftohta druri. Ajo është një ekosistem komunikimi dhe ky podcast është zemra që pompon jetë në këtë ekosistem. Siç na kujtonte i madhi Carl Rogers, psikologu i shquar humanist, kur dikush ndihet i dëgjuar me të vërtetë, ndodh diçka e fuqishme. Ai fillon të dëgjojë edhe veten. Dhe kjo është ajo që duam për nxënësit tanë, të ndihen të dëgjuar, që të fillojnë të dëgjojnë dhe veten. Të gjejnë zërin e tyre dhe kur ta gjejnë, ta përdorin për të ndërtuar, jo për të dëmtuar, për të bashkuar, jo për të përçarë. Në këtë studio fjala nuk është dhe nuk do të jetë një provim. Nuk është dhe nuk do të jetë një notë, është një dritare, është një dëshirë për të ndarë atë që ndjehet. Nxënësit këtu do të mësojnë të flasin prindërve, dhe të gjithëve, do të mësojnë të flasin prindërve me dashuri, të flasin mësuesve me guxim, të flasin bashkë moshatarëve me mirëkuptim. Howard Gardneri, themeluesi i teorisë së inteligjencave të shumëfishta, na thekson, komunikimi është një nga format më të fuqishme të inteligjencës ndërpersonale. Këtu ne po zhvillojmë këtë inteligjencë me mikrofon në dorë dhe me zemër të hapur. Të dashur miq, të themi të vërtetën. Një fëmijë që nuk ka zënë në fëmijëri rrezikon të heshtë gjithë jetën, por një fëmijë që mëson të flasë, mëson edhe të ndriçojë. Ky projekt i frymëzuar, i ndërtuar dhe tashmë i gjallë në zemrën e shkollës Tabir Themeli nuk do të kishte kuptim pa ata që e bën në realitet. Mësuesit që punuan, prindrit që mbështeten, nxënësit që e shijuan dhe mbi të gjitha komuniteti që u bë pjesë e zërit tonë të përbashkët. Sot, në këtë studio të re, që tashmë është zemra e vogël por e fuqishme e shkollës Tabir Themeli, nuk ndezim thjesht një mikrofon, por shumë më tepër, ndezim një dritë që ndriçon fytyrat e fëmijëve tanë dhe duart e mësuesve tanë. Sot nuk flasim për një projekt, sot flasim për një përkushtim, për një dashuri që nuk shuhet kurrë, dashurinë për arsim. Në këto mikrofone nuk do të dëgjoni thjesht fjalë, por zemra që rajnë për dijen, zemra që mësojnë dhe për më tepër, zemra që mësojnë të duan. Presidenti ndjer John Kennedy dikur na thoshte: askush nuk është më i nderuar se sa ai që formon shpirtin e një njeriu. Dhe nëse ka një figurë që e bën këtë çdo ditë, pa kamera, pa duar trokitje, në eshtje dhe në përulësi, ai është mësuesi. Mësuesi nuk është thjesht një profesion, është një premtim, është një mision, është një akt dashurie që përsëritet çdo mëngjes kur dera e klasës hapet. Ronald Reagan e përshkruan një herë arsimtarin si arkitektin e së ardhmes. Dhe kur e ka përshkruar, ai na tha: kur ne investojmë te mësuesit, nuk investojmë thjesht te një sistem, por në shpirtin e një kombi. Dhe sa të vërteta janë këto fjalë kur shoh mësuesit tanë që shfaqen çdo ditë në klasë, shpesh të lodhur, por asnjëherë të dorëzuar, me libra në duar dhe me ëndra në sy. Psikologu i njohur, i shkëlqyeshëm Carl Jung na thoshte: në çdo mësim që i japim fëmijëve, duhet të shohim edhe veten tonë. Atë çfarë i mësojmë atij, ja mësojmë dhe vetes. Dhe në këtë shkollë, na besoni kur e them, mësuesit nuk japin vetëm dije, ata japin shpirt, ata bën pasqyrë ku fëmia shikon vetveten. Një pasqyrë ku fëmia e sheh vetveten më të fortë, më të zgjuar, më të vlefshëm. E sot në këtë episod prezantues të zërit të shkollës, fëmijët e kësaj shkolle nuk janë vetëm nxënës, janë bashkë bisedues, janë bashkë krijues, janë bashkë udhëtarë në një rrugë ku dijen nuk u japim si paketë, por e ndërtojmë së bashku. Maria Montessori, mësuesja e madhe dhe reformatoria e madhe në edukim, thoshte: duhet të mësojmë të edukojmë për paqe, për ndjeshmëri, për përgjegjësi. Kjo studio është një mënyrë e re për të bërë pikërisht këtë. Në këtë udhëtim nuk jemi dhe nuk do të jemi vetëm, sepse çdo mësues ka nevojë për një komunitet që e respekton dhe e mbështet. Dhe çdo fëmijë ka nevojë për një shoqëri që i thotë: zëri ka vlerë, na intereson çfarë mendon, të dëgjojmë. Shkëlqësia e tij, i nderuari presidenti Barack Obama, në një nga fjalimet e tij më prekse për arsimin, tha: mësuesit janë heronjtë tanë të përditshëm. Ata nuk kërkojnë famë, ata kërkojnë ndikim për mirë, dhe ndikimi i tyre është i përjetshëm. Ndaj ne sot nderojmë mësuesin, jo vetëm me fjalë, por me këtë vepër dhe produkt konkret në duart e tyre që e sjellim tani me si një armë të re të fuqishme në betejat me të përditshme dhe me sfidat e kohës, duke krijuar këtë hapësirë ku puna e tyre tashmë është e dukshme, ku ndikimi i tyre do të ndihet në çdo zënzënësi, në çdo fjalë, në çdo mendim që formulohet, në çdo ëndër që nis të marrë formë. Presidenti Bill Clinton tha një herë: nëse duam të ndërtojmë një të ardhme,
më të mirë duhet të fillojmë duke u përkullur me respekt para atyre që mësojnë fëmijët tanë si ta ndërtojnë atë. Kjo është arsyeja pse zëri i shkollës është më shumë se një podcast. Është një mur mes brezash, një tokë e përbashkët mes mësuesit dhe nxënësit, një thirrje për bashkëpunim, për frymëzim dhe për shpresë. Sot nuk bëjmë thjesht një prezantim dhe nuk hapim thjesht një episod, por hapim një kapitull të ri për shkollën, një kapitull ku fëmijët flasin, mësuesit ndriçojnë, prindrit dëgjojnë, komuniteti përqafohet. Në këtë studio fjala është frymë dhe çdo frymë është dëshmi që arsimi nuk është luks, është e drejtë, është themel, është dashuri. Dhe sot kemi fatin ta ndajmë këtë nisje me disa miq dhe figura të çmuara të respektuara të qytetit tonë. Do kemi kënaqësinë dhe privilegjin e veçantë që në episod të na bashkojnë dhe figura të çmuara të jetës arsimore dhe publike të qytetit. Tani unë do ta nisja me një nga të ftuarat speciale të ditës së sotme, që është e nderuara zonja Anastasia Kinolli, e cila është dhe koordinatorja e shkollës së drejtorëve dhe është ajo që na ka bërë ne aspirantëve, si të thuash, të jemi të kujdesëm edhe në çdo detaj me një fjalë. Kam kënaqësinë të mirëpres këtë mike të dashur, të profesioniste me integritet, me përkushtim, por mbi të gjitha një ish nxënëse të shkollës, një vajzë që u rit mes këtyre bankave dhe sot kthehet si një koordinatore një programeve më të rëndësishme për drejtuesit e shkollave rajonin e Koshës. E nderuara pra Anastasia Kinolli, mirë se vini në zërin e shkollës, aty ku rrenjit takohen me frytet. E nderuar Anastasia, jeni rikthyer në këtë shkollë tani me jo si nxënëse, por si një profesioniste që monitoron, koordinon një prej projekteve më të rëndësishme të shkollës së drejtuesve. Si ndjeni kur kaloni përsëri në korridoret e kësaj shkolle që dikur i kaloni me çantën në dorë? Tuari, si fillim shumë faleminderit edhe për mikpritjen, edhe për gjithë nismën, ju uroj shumë suksese. Është vërtet shumë me vlerë dhe me shumë potencial për gjithë atë çfarë pritet të sjellë në të ardhmen, edhe për shkollën, edhe për nxënësin në veçantë. Sa i përket pyetjes, është e vërtetë që shkolla Stavri Themeli ka qenë shkolla ku unë kam studiuar 9 vitet e para, kam kryer shkollën 9 vjeçare si thuash, dhe rikthimet janë gjithmonë shumë nostalgjike, sidomos për mua që si njeri jam vetë sentimental. Kështu që edhe të kthehesha në shkollën ku kam studiuar që e vogël, ka qenë me shumë nostalgji dhe pavarësisht se shkolla ka pasur ndryshime, kryesisht nga ana e infrastrukturës, përsëri mua më ka dhënë shumë sentimente të ngrohta. A mund të ndani me ne një kujtim të veçantë nga koha juaj si nxënëse në këtë shkollë, një moment, një mësues, një ndjesi që e ruani ende sot të ngulitur në kujtesën tuaj? Koha ka kaluar, ka kaluar shumë vite, megjithatë unë më kujtoj me shumë nostalgji klasën e parë dhe mësuesin e klasës së parë, festën time të abetares, por kryesisht mësuesen e klasës së parë, mësuese Verën, të cilën realisht unë kam patur shumë kënaqësi ta kem takuar para pak kohësh. Ajo më zgjuar fiks njësoj siç ka qenë atëre, edhe e mbaja mend fiks me detaje dhe arritet ta dalloja në një distancë shumë të largët që ishte fiks ajo. Tjetër kujtime kam edhe nga lënda e matematikës, kur zhvillonim orët e matematikës, duke qenë se ka qenë një nga lëndët e mia të preferuara, edhe e kujtoj gjithmonë se me sa seriozitet trajtoj si lëndë nga gjithë mësuesit që kanë patur fatin të më japin matematikë. Edhe duket ashtu si na trajton edhe ne falan gjuhën kjo. Sa ka ndikuar kjo shkollë, njerëzit, atmosfera, kultura në formimin tuaj si personalitet dhe si profesioniste në fushën e edukimit? Atëherë, shkolla është dihet nga të gjithë që jep një ndikim dhe i formson fëmijët, nxënësit në mënyrë radikale dhe ka një ndikim në terma afatgjat në jetën e tyre të mëvonshme. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me mua. Shkolla 9 vjeçare Stavri Themeli që prej vitesh ka qenë një shkollë shumë përveç se, si thua, opinioni që ka krijuar ndër vite, ka patur dhe mësues me shumë përvojë, shumë profesional, dhe më ka pajisur fal mësuesve me integritet që kanë patur fatin të më kenë dhënë mësim, me si thua një paketë vlerash, edhe nga ana profesionale ose ndoshta akademike, njohurit, dije që më kanë dhënë, po edhe nga ana social-kulturore dhe patjetër dhe morale, që më pas jam përpjekur që t'i mbaj edhe t'i shtrëngoj edhe në vitet e mëvonshme. Dhe kjo është plotësisht e vërtetë. Sot ju koordinon një nga programet më ambicioze për zhvillimin profesional të drejtuesve të shkollës. Cili është misioni kryesor i shkollës së drejtorëve dhe si ndikon ajo në cilësinë e arsimit?
Shkolla Drejtorëve që vjen si një iniciativë e Fondacionit Shqiptar Amerikan për zhvillim si donator kryesor në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Arsimit, ka mision kryesor mbështetjen e vazhdueshme në zhvillimin profesional të drejtuesve të arsimit parashkollor, të arsimit parauniversitar, por edhe të aspirantëve që duan të jenë drejtues në detyrë. Mbështetja vjen e trajtuar fillimisht nëpërmjet një programi 9 muajor që ndahet në 9 module çdo 3 muaj dhe gjithashtu së bashku me modulet që trajtojnë nga ana teorike nuk mund të mungonte edhe aspekti praktik që shpaloset nëpërmjet zhvillimit të praktikës në shkolla mentorale ku pjesëmarrësit, kryesisht aspirantët, të ndarë në grupe, mentorohen nga drejtuesi i shkollës përkatëse në mënyrë që të shohin dhe të mbikëqyrin se si është një ditë drejtimi e zakonshme në shkollat ku ata marrin pjesë. Ndikimi që ka shkolla e drejtorëve për cilësinë e arsimit, si thua, i ka dhënë frytet e veta, i ka dhënë provat e veta me kalimin e kohës, vit pas viti. Ndikimi që ka shkolla e drejtorëve për cilësinë e arsim shpaloset tash në 2 aspekte, teorik dhe praktik, dhe kjo fal mbështetjes dhe përshtatjes që është bërë programit, që si thua është marrë një model ndërkombëtar dhe është përshtatur në kontekstin shqiptar, dhe cilësia vjen pikërisht në frytet dhe në atë çfarë arrin të nxjerrë në përfundim shkolla e drejtorëve, drejtues dhe aspirantë të certifikuar dhe të pajisur me një paketë njohurish, praktikash dhe eksperiencash të reja, pse jo dhe më të përmirësuara. Shumë mirë. Nga përvoja vëzhgimet tuaja, cilat janë cilësitë që duhet të ketë një drejtues shkolle sot, në kohën ku shkolla nuk është vetëm një vend dije, por një qendër komunitare dhe një vend për zhvillim social dhe emocional? Është shumë e vërtetë që shkolla nuk është më thjesht vendi ku ne marrim dije, dhe këtë e tregon edhe ndryshimi që ka psuar vit pas viti dinamika e jetës, dhe sidomos dinamika e botës së fëmijëve. Thënë kjo, drejtori i shkollës apo drejtuesi i shkollës mendoj që duhet të arrijë një balans midis të qenit menaxher dhe lideri i shkollës vet. Kjo arrihet, mendoj, duke krijuar fillimisht një identitet të institucionit që ai drejton, fal marrjes vlerave më të mira, më pozitive të gjithë palëve që ndërveprojnë brenda shkollës. Kjo mendoj që ndihmon edhe në arritjen e gjithë objektivave që mendoj që drejtuesit së bashku me stafin që ai drejton krijojnë që në fillim të vitit shkollor. Është shumë e rëndësishme që drejtuesi jo vetëm të krijojë marrëdhënie njerëzore me stafin dhe jo vetëm por edhe me fëmijët, por palëm pas edhe drejtimin e institucionit në mënyrën sa më profesionale të mundshme. Kështu që në fund të ditës mendoj që një drejtor ose një drejtues që ka arritur të nxjerrë, si thua, institucionin e tij si një integritet apo një identitet më vete, ka arritur potencialin më të lartë të vetes së tij për të drejtuar një institucion. Duke parë nismën e këtij projekti, si vlerësoni ju rolin e komunikimit, bashkëpunimit dhe krijimtarisë në drejtimin e shkollave të sotme? Atëherë, podcasti Zëri i Shkollës tash është një nga nismat më aktuale dhe më me potencial sa i përket zhvillimit që ka sot jeta, fëmijët, shkolla në tërësi i gjithë si komponenti i bërë bashkë. Dhe për të patur një angazhim në nivele më të mëtejshme që ne duam dhe synojmë të kemi me fëmijët tanë, mendoj se është një nga nismat që i duhet patjetër, të paktën një prej shkollave mentorale që kemi këtë vit në kohortën e 7 të shkollës së drejtorëve. Kështu që ne duam dhe shpresojmë që fëmijët të dalin jashtë kornizave të arsimit tradicional, por edhe jashtë ekraneve të telefonit që në mënyrë që të kenë më shumë ndërveprim social, fizik të fëmijët tyre. Kështu që podcasti mendoj që është një instrument shumë i favorshëm edhe efektiv në mënyrë që ne të mund të kuptojmë më tepër botën e fëmijëve, mendimet dhe qasjen e tyre. Kështu që i bëjmë dhe ata të ndjenë më të dëgjuar, marrim dhe sigurojmë inpute më të qarta dhe orientohet edhe drejtimi i shkollës në një mënyrë pak më konkrete rreth atyre që duhet të realizojnë konkretisht për të ardhmen e fëmijëve. Si e shihni këtë projekt të vogël, por me zemër të madhe, Zërin e shkollës? A është një model që duhet të shohet më tej edhe në shkolla të tjera? Absolutisht që po, është një model që është përzgjedhur dhe është mirë përzgjedhur, do thoja me shumë kujdes. Është një model shumë pozitiv që jam e sigurt që do pasohet edhe në shkollat e tjera dhe do sigurojë ura komunikimi dhe bashkëpunimi më të shëndetshëm me fëmijët, sepse në fund ditës kjo është ajo që ne duam, të kemi ndërveprim dhe bashkëpunim më të shëndetshëm me fëmijët tanë, në mënyrë që thash ata të socializohen
dhe fizikisht, jo vetëm virtualisht, dhe shpresoj dhe uroj shumë që ky projekt të arrijë potencialin që ka në vetvete dhe ta shfrytëzojë në maksimum edhe në brezat e mëtejshëm. Çfarë ndjesie u dha rikthimit të shkollës si pjesë e këtij projekti dhe që nuk ka të bëjë vetëm me fjalën, por dhe me zërin dhe me zërin e fëmijëve, të mësuesve dhe të bashkëpunimit të vërtetë? Unë, me thënë drejtën, kam qenë entuziaste që prej fillimit, por si dhe natyrë pak ektike kam dashur ta fsheh pak, mos e shpreh plotësisht, edhe për të mos bërë ndoshta atë parapritën e gjithë gjës, por edhe nga dëshira për të parë të realizojnë maksimumin e vetë dhe pas një mungesë nga ideja fillestare. Më pëlqen shumë që projekti me gjithë grupin që ka qenë mbrapa dhe ka punuar fort, të shënjojë dhe do shënjojë patjetër një bashkëpunim të ri me gjithë faktorët që ndërveprojnë brenda shkollës dhe që të arrijë akoma dhe forma tjera inspiruese, sidomos nëpërmjet zërit të fëmijëve dhe bashkëpunimit që ata do arrijnë të ngrenë me faktorë të tjerë lokal, po edhe ndoshta social dhe publik. Dhe çfarë do t'ju thoshni sot atyre nxënësve të vegjël që rrinë në bankat kur dikur rinit ju dhe çfarë fjalë do t'ju këshilloni të mbajnë në zemër gjatë gjithë jetës? Kjo është pak, si thuash, e vështirë dhe do duhet që t'jap një mesazh që të prek edhe botën e tyre, por nga një këndvështrimi një të rrituri tashmë, sepse nuk jam më një fëmijë, unë do u thoja që të merrnin vlerat më pozitive nga gjithë ndërveprimet që ata hasin në përditshmërinë e tyre, në shkollë, por edhe jashtë shkollës. Gjithashtu do të thoja që të shfrytëzonin gjithë paketën e njohurive dhe të mjeteve dhe të vlerave që marrin gjatë shkollës, dhe ta shfrytëzojnë të paketë njohurish në mënyrë që të arrijnë të kuptojnë më mirë veten e tyre, dhe kështu ata mund të arrijnë edhe potencialin e tyre maksimal dhe për të kuptuar më mirë se çfarë dhe ku duan të arrijnë në të ardhmen e tyre. Sepse jo vetëm kjo është e nevojshme për të patur një të ardhme më të sigurt dhe më cilësore, por patjetër nuk do doja që ata të linin pas botën e tyre të fëmijërisë edhe të ngeleshin vetëm brenda në kontekstin e shkollës. Do doja që të shfrytëzonin në maksimum shkollën jo vetëm si një mjet për të arritur potencialin e tyre më të mirë, por edhe për të shfrytëzuar fëmijërinë e tyre. Dhe sfund për mësuesit e kësaj shkolle, disa prej cilëve mund të kenë qenë dhe mësuesit tuaj, cili është mesazhi juaj sinqert për rolin e tyre në ndërtimin e brezave dhe të shoqërisë? Roli mësuesit në zhvillimin, përmirësimin, evoluimin e shoqërisë është një rol pa diskutim shumë madhor dhe për të mos thënë që ecën paralel me linjën që ka dhe roli i familjes. Një fëmijë i suksesshëm, mendoj unë sipas një shprehje shumë të dashur për mua, është një fëmijë që është i lumtur. Dhe lumturia e fëmijëve nuk garantohet, mendoj, vetëm nga familja, garantohet edhe nga shkolla. Në makro mendoj së bashku me mësuesit, me drejtuesit, me komunitetin që bën pjesë në shkollë. Kështu që mendoj që konsiderata që mund t'i japim, vlerësimi që mund t'i japim fëmijëve, nëpërmjet nismave të tilla, si podcasti apo nëpërmjet orëve të mësimit, qoftë tradicionale, qoftë jo tradicionale, gjatë atyre orëve që ata kalojnë në shkollë, besojnë se janë hapa shumë të vegjël, por shumë të sigurt, që garantojnë tash pikë së pari lumturinë e tyre dhe më pas vetbesimin që atyre i duhet për të dalë më të suksesshëm edhe për të shkëlqyer në të ardhmen e tyre. Po, ju falenderoj edhe një nga zemra dhe ishte nder për mua që të kisha sot dhe që na nderojnë pjesëmarrjen tënde në këtë episod të parë të inaugurues. Tani dua ta falenderoj edhe një herë në emër të gjithëve Anastasinë dhe do të kërkojmë ndjesë tani çik sepse Anastasia ka dhe punë të tjera dhe do të na edhe një herë Turi, shumë faleminderit, e vlerësoj shumë, ju faleminderit edhe për ftesën, ju uroj shumë suksese, keni bërë një punë të shkëlqyer, shumë urime dhe suksese në vazhdim. Kam nderin, privilegjin e veçantë të ftoj një nga përfaqësueset e nderuara, një nga figurat e qytetit tonë, që kam pasur dhe fatin ta kem edhe dhe të kem bërë dhe shkollën bashkë me te, ta kem pasur edhe si të thua shoqe shkolle, e nderuara në kryetaria e bashkisë, zonja Benila Torova, shenjë që bashkia ka përkushtim që ndjek shkollat, bashkëpunon me shkollat dhe që bashkëpunimin e ka vënë si kryefjalë të jetës saj. Benila, të falenderoj nga zemra që je sot këtu me ne, cili do të ishte mesazhi i parë para se të kaloj një intervistë të shkurtër. Turi, kënaqësi, në fakt jam emocionuar që sa po morëm ftesën si institucion,
Diskutuam me kryetarin dhe I thash këtu do të shkoj unë. Qeshëm dhe më tha po në fakt, sepse më shumë se sa 10 vitet karierës time, lidhen me radion, me komunikimin, sot rinjt e quajnë podcast, po në fakt është thjesht një mjet komunikimi për të përcjell mesazhe, për të përcjell komunikim, për të shpërfaqur talente dhe ide të rinjve, sikundër edhe për të qenë një mjet shtesë në edukimin e tyre. Në një kohë krize, do të thoja, referuar edukimit, ku gjithnjë me vështirë po bëhet për juve mësuesit, por edhe për ne prindrit edukimi I fëmijëve, në një kohë kur burimet e informacionit të pakontrolluar që vijnë nëpërmjet internetit janë dëmtuese dhe jo edukative për fëmijët, ngritja e një podcasti në një nga shkollat më të rëndësishme të qytetit të Korçës, do thoja është një vlerë e shtuar në edukimin e fëmijëve korçar. Dhe kjo është arsyeja pse bashkia sot jo vetëm me mua, por edhe me 2 përfaqësues nga zyra e komunikimit, për t'ju uruar punë të mbar podcastit të shkollës, por dhe për ta promovuar edhe në faqet tona si një vlerë e shtuar. Në dijenin time, mbas gjimnazit Traqi Qirinxhi, shkolla Stabri Themeli ka podcastin e parë në shkollat 9 vjeçare, dhe jam shumë e gëzuar për këtë arritje, na keni surprizuar, ju thash edhe kolegeve tuaja në festën e ndrimit viteve me atë këngën e bukur stafit, që në fakt ishte një mesazh që shkolla nuk është vetëm një vend ku edukohet, por është dhe shtëpia e përbashkët e nxënësve, e mësuesve dhe prindërve që besojnë në edukimin e tyre në këtë shkollë. Nderuar Benila, kemi pasur, unë konkretisht kam pasur dhe kënaqësinë të shoh dhe investime, domethënë të bashkisë Korçë në shkollat e qytetit, por edhe në shkollat që I takojnë administrimit të bashkisë. Tani unë do të bëj një pyetje, cili është roli konkret që ka luajtur dhe luan Bashkia e Korçës në përmirësimin e kushteve të shkollave dhe mbështetjen e projekteve arsimore sipas ligjit të qeverisë vendore. Në fakt, një pjesë të konsiderueshme të buxhetit vjetor, bashkia e dedikon në rikonstruksionin e shkollave apo në ndërtimin e objekteve të reja arsimore, sepse nëse do të veçoja drejtimet kryesore të zhvillimit lokal të Korçës, sipas planeve strategjike të bashkisë, janë bujqësia, duke qenë se Korça është fusha e dytë më e madhe prodhuese në vend, janë turizmi, një drejtim I ri I zhvillimit ekonomik, sidomos në këto 2 dekadat e fundit për Korçën, që ka shtuar një numër të madh njësi shërbimi, hotele, bare, restorante, e përkthyer në të ardhura lokale për familjet korçare. Teknologjia dhe informacioni, një drejtim I ri që lidhet me tregun e punës të rinjve dhe krijimin e mundësive të tyre për të punuar online. Si edhe drejtimi I katërt është edukimi. Edukimi jo thjesht në sensin e përmirësimit të infrastrukturës shkollore. Ne dim që Korça ka për fat një universitet me mbi 50 vite histori dhe fal një bashkëpunimi që ne kemi patur me ambasadën e Francës dhe një bashkëpunimi të drejtë për drejtë të qeverisë shqiptare me qeverinë franceze, bashkia është duke mbështetur procesin e rihapjes të liceut francez në Korçë, si edhe ndërtimit të një korpusi të ri universitar që do të dedikohet në deg kryesisht të lidhura me teknologjinë, por që do të zgjerojë spektrin e degëve të studimit dhe mundësinë e treqjes në Korçë të studentëve jo vetëm nga lokalitetet të tjera të Shqipërisë, por edhe nga vende të tjera të rajonit. Pra, pyetjes tuaj unë I përgjigjem me faktin që arsimi dhe mbështetja jon me programe, jo vetëm në investim, por dhe me programe strategjike zhvillimore për arsimin, është një nga 4 prioritetet kryesore të zhvillimit të Korçës si lokalitet. Këtu faktikisht ma dogj edhe pyetjen e dytë, se këtë ne mësuesit këtë kemi, domethënë kur vjen fjala për arsimin, duam pak të shohim investimin në arsim dhe këtu, domethënë duke u përgjigjur dhe duke vazhduar dhe identituar sa prioritar, duket që arsimi është një ndër prioritetet kryesore të Bashkisë Korçë dhe kjo është për tu falenderuar. A ka pasur rritje të investimeve në infrastrukturën shkollore në projektet për edukimin cilësor gjatë viteve të fundit? Patjetër, përmend si një ndër projektet më të mëdha rikonstruksionin e gjimnazit Themistokli Gërmenji, si edhe shumë investime tjera të shkollave në qytet edhe fshatra, dhe projekti më I madh edhe një herë po e ritheksoj është ringritja e liceut francez,
si edhe një korpus i ri universitar, ne quajmë Poli Dies, ndodhet pranë ish senatoriumit në Korçë. Ne jemi përpjekur ta reklamojmë, por dhe banorët e Korçës mbase edhe nxënësit e shkollës tuaj që do ndjekin këtë podcast e kanë parë, sepse ata janë në përfundimin e ciklit parë 9-vjeçar, do të vazhdojnë studimet në shkollën e mesme, mund të kenë mundësinë që studimet e tyre të ndjekin në liceun francez, i cili për nxënësit e shkollës tuaj besoj do të jetë i hapur. Programi do të jetë i miratuar i përbashkët nga Ministria Franceze e Arsimit dhe Shqiptare e Arsimit, po punohet për njësimin e kurikuleve dhe kjo shkollë e mesme do të njihet, do të ketë prioritet jo vetëm në universitete franceze, por dhe në shumë universitete tjera të botës. Pra është një plus i madh. Pra mendoj që shumë më tepër rëndësi se sa thjesht ndërhyrjet për përmirësime infrastrukturore që janë detyrim i bashkisë për t'i realizuar, janë projektet strategjike edhe largpamse për t'i dhënë një dimension të merituar arsimit parauniversitar dhe universitar në Korçë, dhe këto nuk vjen rastësisht në Korçën e mësojnëtores të parë, pra të shkollës të parë shqipe, dhe në Korçën me mbi 50 vite universitet. Është e rëndësishme për zhvillimin e arsimit dhe bashkëpunimin interinstitucional. Sa i rëndësishëm dhe është bashkëpunimi interinstitucional ndërmjet bashkisë dhe shkollave të Drapit Korçë, ku janë ndërtuar dhe shkolla moderne, të sigurta dhe të përfshira, domethënë, dhe në jetë komunitare. Në pjesën e kurikulave, ju si e dini, ne jemi jashtë, pra ne nuk mundemi të ndërhyjmë edhe të investojmë, por sigurisht me shumë projekte të tjera jashtë kurikulare, Bashkia është përpjekur të përfshijë nxënësit e shkollave, bashkëpunimi sa herë aktivitetet e ideuara nga bashkia apo komplementare për te procesit mësimor janë ideuar, Drapi ka qenë jashtëzakonisht bashkëpunues, por do të theksoja për të kuptuar këtë pjesën e bashkëpunimit, një institucion komplementar, por që i shërben edukimit në Korçë dhe që është unik në Shqipëri, Qyteza e Fëmijëve. Unë nuk di në fakt qytet tjetër edhe lokalitet tjetër që të ketë një projekt kaq të madh, të investuar nga bashkia me mbështetjen e qeverisë, siç është Qyteza e Fëmijëve, ku fëmijët e shkollave 9-vjeçare kryesisht shfrytëzojnë ambientet për argëtim, edukim, komplementar jashtë programit të shkollës dhe sporte, sepse një nga qasjet tona në bashkëpunim të plot me shkollat ka qenë dhe programi i mbështetjes dhe nxitjes të lëvizjes sportive në shkolla. Tingëllon pak e vjetruar kjo shkollë, sepse unë kam lindur pranë kësaj shkolle, pavarësisht se vetë kam qenë nxënëse mësojnëtores, po kam pasur shumë shoqe e shok tek Stabri Themeli, ka patur një profil sportiv, që një nga shkollat sportive të qytetit, dhe mund të tingëlloj pak e vjetruar dhe thuar që kthen këtë vëmendjen e fëmijëve drejt edukimit fizik, por sot shumë më të informuar se ne, fëmijët e dinë që marrja me sport, sidomos në periudhën e para-adoleshencës dhe të adoleshencës, është një mënyrë e mirë për të shmangur shumë fenomene negative dhe për të kontribuar në shëndet. Pra, bashkëpunimi jon me shkollat edhe me Drapin lidhet në dy drejtime kryesore, në këtë të sportit që përmenda dhe në teknologjinë e informacionit. Ne kemi ngritur pranë bibliotekës publike një qendër dedikuar teknologjisë dhe informacionit, ku nxënës të shkollave 9-vjeçare kryesisht vinë edhe trajnohen për të bërë të aftë në fushën e teknologjisë dhe pse jo nesër për të qenë profesionist në këto drejtime. A ka Bashkia Korçë një strategji të posaçme për rritjen e përfshirjes të nxënësve, mësuesve në vendimarrje ose në aktivitete qytetare, kulturore apo dhe sociale? Patjetër, si pjesë e këtij programi, unë po bëj gati 2 dekada në bashki dhe gati 1 dekadë si zëvendës kryetare, kanë qenë her pas here edhe organizma këshilla konsultativ të fëmijëve. Me ndihmën e UNICEF, ne kemi hartuar një program të plot në fakt, dedikuar fëmijëve, dhe Korça ka merituar statusin Child Friendly City apo qytet miqësor me fëmijët. Janë disa kushte që kjo organizatë ndërkombëtare më e madhja për mbrojtjen dhe promovimin e drejtave të fëmijëve në botë, UNICEF, i ka realizuar dhe i ka përkthyer së bashku me bashkinë në trajtën e një programi dedikuar fëmijëve, ku një nga zërat kryesor ishte përfshirja e fëmijëve në proceset vendimarrje. Dhe si pjesë
edhe detyruese, po edhe shumë dashamirëse e të qenit e para bashkimiqësore për fëmijët në Shqipëri, ne kemi të institucionalizuar një këshill konsultativ të fëmijëve me përfaqësues nga të gjitha shkollat, të cilët sa herë që ndjejnë që në qytet ka një gjë që nuk shkon apo ata propozojnë se diçka duhet bërë më mirë dhe ndryshe, janë të mirëpritur të trokasin në derën e bashkisë, sikundër edhe bashkia sa herë ka procese vendimarrëse të lidhura me interesat e fëmijëve, i konsulton me këshillin konsultativ të fëmijëve që tashmë është institucionalizuar prej disa vitesh pranë Bashkisë Korçës. Cili ishte ndikimi që ju shinit e nxënësit kur ofrohet një hapësirë e dedikuar për të shprehur për veten, për të ndërtuar një komunikim dhe për të qenë pjesë aktive e projekteve si ky podcast? Nxënësit kanë nevojë të shprehen. Unë kam rritur një djalë që tashmë është student, është 21 vjeç, por në vitet e fëmijërisë dhe adoleshencës të tij, sajonin me shokët e lagjes të klasës, shfaqje, spektakle, pra kanë një potencial të madh fëmijët që kanë nevojë të shprehen. Ka nevojë të dëgjohen, ka nevojë dhe të dëgjojnë. Dhe për sa kohë burimet e informacionit e përmenda dhe në fillim janë të pakontrolluara. Ne pjesë të këtij projekti me UNICEF-in kemi edhe vendosjen e një e kontrolluesve apo bllokuesve të rrjeteve që janë harmful apo të dëmshme për fëmijët, ku ka zona me internet të lirë, por mendoj që shprehen, dëgjohen dhe dëgjojnë mesazhe edukuese dhe komunikuese në mënyrë të kontrolluar. E shoh vlerë të shtuar jo vetëm për shkollën Stavri Themeli, por për krejt sistemin arsimor parauniversitar në Korçë dhe në Shqipëri, dhe me sinqeritet komplimentoj edhe uroj ideatorët, mësuesit, nxënësit, stafin drejtues të shkollës për këtë dhuratë të bukur që i kanë bërë jo thjesht nxënësve të shkollës të tyre, por krejt qytetit. Le të shërbej podcasti Stavri Themelit si një model që të ndiqet edhe nga shkollat e tjera. Dhe tani aty ku na dhep çikën e mësuesve duke parë tani se kjo studio po kthehet në një qendër projektesh dhe me njëherë nxënësit janë integruar në të dhe po të zhvillojnë projektet e tyre. A do të kishte bashkësia mundësi për ta përkrahur në tej këtë hapësirë me logjistikë, teknologji dhe mentorim për të rinjt? Patjetër, që mbas këtij promovimi që është sot, unë ftoj grupin e mësuesve dhe të nxënësve që janë marrë me realizimin e podcastit si hapësirë dhe si koncept, të zhvillojnë një takim me grupin pranë bashkisë, grupin e punës, ekipin, kolegët e mi, të cilët punojnë me qendrën e teknologjive të informacionit. Ju garantoj që aty do të gjeni jo vetëm bashkëpunim, jo vetëm mentorim shumë të mirë, por pse jo edhe mbështetje financiare për projektet që nxënësit e kësaj shkolle brenda strukturës të podcastit do të kenë. Kjo është një fjalë shumë frymëzuese dhe më kënaq mua, kënaq të gjithë nxënësit e shkollës. Dhe në këtë atmosferë që na lis të gjithëve përmes fjalës dhe zërit, cili është mesazhi juaj për mësuesit që punojnë çdo ditë në shkollat e qytetit dhe për nxënësit që sot po rriten në një realitet gjithnjë më sfidues? Për mësuesit me përullësi, ju them që në këtë kohë sfidash janë e ronjë. Në këtë kohë ku prindrit gjithnjë më pak vëmendje dhe kujdes ju tregojnë në disa raste fëmijëve për shkak të fenomeneve sociale që koha ka sjell, emigracioni, largësia, problemet ekonomike, problemet e shtuara të stresit shoqërisë shqiptare, mungesa e modeleve. Shoqëria shqiptare mendoj që është në një krizë modelesh, qoftë në familje, qoftë në komunitet. Kështu që mësuesit unë i shoh erojnë të eshtur të një kohe të vështirë, edhe përsëris përule me respekt në misionin e tyre fisnik të përditshëm, shumë më të vështirë se sa mësuesit e kohës tonë. Ishte koha kur ne mësuesin e shihnim perëndi dhe tani që jemi në mesomoshën tonë, përsëri ndalojmë edhe përshëndetemi me respekt me mësuesit tanë. Për fat keq, kjo lloj marrëdhënie dhe ky lloj vlerësimi nuk është kaq masiv sa çka qenë në atë kohë. Kështu që mesazhi për mësuesit është që të vazhdojnë po me këtë përullësi, durim edhe mençuri, këtë mision, sepse mësuesi ka në dorë të ndryshojë jetën e një njeriu. Historia ka treguar që nxënës problematik apo njerëz problematik ka ndryshuar qasjen e tyre fal një mësuesi të mirë që është ndodhur në momentin e duhur pranë tyre.
Sikundër, modelet dhe historia ka treguar që një nxënës me vështirësi, me një moment të vështirë stresi të lidhur me problematikën e familjes apo të shëndetit të tij mendor, ka degeneruar për shkak të mos të kuptuarit nga mësuesi apo mësuesit që kanë qenë pranë tij. Kështu që unë në rolin e mësuesit e shoh si një ëngjël mbrojtës dhe si një dritë drejtuese për çdo fëmijë që është përballë tij në procesin e të nxënit. Respekt edhe për ulje maksimal për çdo mësues në këtë mision fisnik, por dhe shumë të vështirë. Dhe së fundi, nëse do ta përshkruanit me një fjali vizionin tuaj për shkollat e qytetit të Korçës, si do të tingëllonte ajo? Do t'ingëllonte më shumë teknologji brenda çdo shkolle, sepse unë përmenda ICT apo teknologjitë e komunikimit dhe informacionit janë një nga qasjet e reja inovative të Bashkisë të Korçës dhe sigurisht janë një nga drejtimet që fëmijët janë më të tërhequr. Kështu që vizioni ime dhe institucionit që unë përfaqësoj për shkollat e Korçës janë më shumë teknologji brenda tyre, për të qenë më pranë nevojave të fëmijëve, më pranë marrjes të njohurive që atyre ju duen për tregun dinamik të punës. Edhe një mjek nëpërmjet teknologjisë të informacionit dhe inteligjencës artificiale do të ndihmohet shumë shpejt në të ardhmen. Kështu që i shikoj më high-tech në vizionin e të ardhmes. Kjo është pse ky podcast më entuziazmon dhe pse ju ftova që të takoheni me stafin ton që punon për teknologjinë dhe informacionin. Duke të falenderuar nga zemra dhe duke ju uruar suksese dhe gjithë të mirat, ju lejon dhe të vazhdoni në angazhimet tuaja, sepse siç e dimë është edhe eventi prezantues që dhe eventet që ju i keni të agjendës suaj të përditshme. Falënderime zemre Benila për çdo të mirë dhe për çdo gur që ju vini në themelet e arsimit të Korçës dhe në shtëpinë e arsimit të Korçës. Faleminderit Uri edhe suksese dhe shpresoj të mos jetë era e fundit që të vi në këtë podcast. Sa herë keni nevojë që nxënësit e shkollës tuaj të mësojnë rreth asaj çka bashkia bën, apo të kemi edhe një përballje të drejtë për drejtë, mua më keni të gatshme të rivi me kënaqësi. Faleminderit. Ju falenderoj. Të nderuar miq, pasi dëgjuam fjalën e të nderuarës zonjës Benila, zëvendës kryetare e bashkisë, si shenjë e një përkushtimi dhe përkujdesje që bashkia ka, do të kemi dhe nderin dhe të ftojmë dhe personalitete të tjera të rëndësishme dhe të nderuara të qytetit Korçës. Dhe presim nga momenti në moment të na vijë drejtoresha rajonale e arsimit të Korçës dhe drejtoresha e përgjithshme, zonja Vinjola Rota, e cila tani më është angazhuar dhe në inaugurimin konkret të podcastit. Do të bëjmë një tranzicion të shkurtër. Kënaqësi dhe privilegje veçantë për mua të ftoj tani të nderuarën drejtoreshën e drejtorisë rajonale, të nderuarën zonjë Vinjola Rota, e cila do të na japë mendimet e saj për të projekt inovator, për herë të parë në shkollat nëntëvjeçare të qytetit tonë zhvillohet ky projekt dhe realizohet përfundimi i një studioje podcasti ku do të përmirësohen dhe aftësitë e komunikimit të nxënësve. Cili është mesazhi juaj pasi e patë dhe pasi u bë inaugurimi i këtij projekti, nderuar drejtoresh? Atëherë, përshëndetje. Jam shumë e nderuar që sot në podcast vi edhe si përfaqësuese, por edhe si një mësuese matematike, si një përfaqësuese e drejtorisë rajonale të arsimit parauniversitar. Mendoj që iniciativat të tilla, të cilat janë në shkollat tona nëntëvjeçare, por edhe në përgjimnaze, janë iniciativa të cilat na afrojnë akoma më shumë me komunitetin, na afrojnë me familjet, na afrojnë me nxënësit, sepse ne nuk kemi vetëm mësimdhënien, por kemi të japim diçka më shumë në institucionet tona. Dhe nëse ne sot themi shkolla qendërkomunitare, podcasti është ai i cili ne na sjell më afër me komunitetin, me nxënësit. Si është një rolin e komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm në një shkollë të suksesshme? E ku më mirë se sa shkolla Stavri Themeli mund ta tregoj këtë vlerë, një rol shumë i rëndësishëm, aktorët e brendshëm siç janë mësuesit, drejtuesit e këtij institucioni, marrëdhënie shumë të mirë me komunitetin, me prindrit, me nxënësit, me të gjithë aktorët që quhen të jashtëm sot. Sa rëndësi ka për ju që shkollat kenë zërin e tyre të dëgjuar në komunitet? Në 3 vjet drejtim, jam përpjekur që këtë komunikim ta kemi të vazhdueshëm edhe ne si drejtori rajonale, edhe zyra arsimore, edhe institucionet arsimore.
Unë sot them që zëri i tyre është dëgjuar mjaftueshëm në komunitet, gjithashtu edhe komunitetit i është dëgjuar mjaftueshëm zëri në institucionet arsimore. Në këndvështrimin tuaj, çfarë mendoni se përfaqësojnë këto lloj projektesh në këtë etapë të zhvillimit të shkollave? Mendoj që është më kryesorja dhe në qoftë se sot më bëhet kjo pyetje, unë do të them, në qoftë se institucionet tona kanë sukses, kanë pikërisht fal këtyre projekteve, të cilat janë mundësuar nga aspirantë si puna juaj për shkollën e drejtorëve, të cilët mendoj që do jenë drejtuesit më të mirë, të cilët edhe shkolla e drejtorëve ju ka dhënë dhe kanë marrë hapa të rëndësishme, por gjithashtu unë mendoj që në qoftë se ne sot flasim për podcastin, është një nga ato risi të cilët sot shkollat tona duhet i kenë. A mendoni se forma tilla bashkëore të shprehjes si podcastet mund të ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë aftësi jetësore, si komunikimi, mendimi kritik dhe vetbesimi? Pak më përpara kisha një kontakt me drejtoreshën e kësaj shkolle dhe po mendonin që nxënësit sot e duan një shkëndij. Shkëndijën mund t'ua japin edhe ky ambient kaq i këndshëm, por mendoj që stafi mësimor i kësaj shkolle, por edhe i shkollave të tjera në qytet, por edhe në zonat rurale, ka se çfarë t'i japë nxënësve dhe kjo shkëndij i sjell ata nxënës më afër. Edhe një duke të falenderuar për vizionin që ke treguar, do të bëj një pyetje tash çik më spec për ne mësuesët, me një fjalë, në shumë raste përmendet se mësuesit janë shtylla e sistemit arsimor. Çfarë masash, nismash, propozimesh konkrete po ndërmerren nga drapi, Korçë për të fuqizuar rolin dhe statusin e mësuesit në shoqëri? Atëherë, meqense pyetja ishte me spec, unë po ju kthej një përgjigje me spec. Sot drejtoria rajonale ka sfida. Një nga sfidat është rënja e numrit të nxënësve në institucionet tona arsimore dhe nëse ne sot po punojmë, është që të fuqizojmë mësuesin. Por si do fuqizohet ky mësues? Kemi një trekëndësh shumë të fuqishëm. Është nxënësi në kulmin kryesor, më pas vjen familja, komuniteti, gjithashtu kryesori është edhe mësuesi. Që ne të kemi një fuqizim, ne si mësues, ne si institucion arsimore, patjetër që duhet të kemi edhe këto dy kulmet e tjera. Që ne të fuqizohemi, duhet sot të fuqizohet familja. Të gjithë jemi ose jo prindër, jemi në një komunitet ku shkollën e kemi gjithmonë të përfshirë. Arsimi është gjithmonë shumë i ndjeshëm, është shumë sensitiv, dhe do të thotë që nëse ne sot na duhet që të fuqizojmë mësuesin, duhet të fuqizojmë marrëdhënien me komunitetin. Si vlerësoni bashkëpunimin mes shkollës, prindërve dhe institucioneve lokale për rritjen e cilësisë së arsimit? Shumë të mirë. Mendoj shumë të mirë, ndoshta kjo është një shprehje kështu modeste, por e dini pse e them shumë të mirë, sepse mendoj që sot, nëse sot kemi një podcast shumë të këndshëm këtu, është sepse nuk kanë qenë vetëm aspirantët, nuk kanë qenë vetëm drejtuesit e këtij institucioni, drejtoresha dhe nën drejtoresha e kësaj shkolle, por unë sot e them me bindje që kanë qenë edhe komuniteti, edhe prindrit, dhe kjo iniciativë është realizuar edhe fal mbështetjes të prindërve. Dhe ne vërtet i falenderojmë sepse ne na duhet një mbështetje. Nuk po themi sot vetëm anën financiare, por ne na duhet një mbështetje që këto dëshira, për pyetjen që më bët pak më përpara për këta nxënësit, a duan shkëndija, por në qoftë se ne sot në shkollë ju themi nxënësit që kemi ndërmend të bëjmë këtë, dhe ata e transmetojnë familjet e tyre, në qoftë se familjet e tyre nuk na mbështetin, nuk e kemi të mundur ta bëjmë. Dhe përveç këtij, cilat janë disa modele të suksesshme që ju mund të na përmendni në shkollat e rajonit tonë? Kemi shumë. Drejtoria rajonale ka 18 bashki, 17 zyra arsimore, dhe mendoj që është një numër shumë i konsiderueshëm i mësuesve. Sukses, të qëndrojmë në Korçë? Qëndrojmë. Në Korçë, po ju them që si ky podcast kemi edhe në shkolla Raqi Qirinxhi, që sot është në mirë funksionim ai podcast, dhe të ftuarit që kanë qenë atje kanë treguar diçka edhe jashtë funksionit në institucion, sepse nëse sot njihet dikush, njihet brenda institucionit, por kur shkon në podcast del nga kjo vetja. Të tjera pafund kemi. Kemi shkolla të cilët kanë ndërtuar Toka Ime, e cili është një nga projektet e Ministrisë së Arsimit. Ne kemi suksese, nëse do t'ju ftoja dhe do të shikoni dhe ju si mësues e dini, e keni të prekshme, neve kemi projektin Artet e Zeja. Në Artet e Zeja dhe patjetër që ajo është një nga sukseset, sepse po të shikosh talentet që kanë fëmijët, nëse unë sot i shikoja ose para 3 viteve që të bëhesha drejtuese, i shikoja një nxënës në aftësitë që kishte në shkencë dhe nuk e kisha parë ndonjëherë se sa dinte të pikturonte.
se çfarë lojshahu mund të bënte, se çfarë ndodhte në jetën e tij jashtë institucionit, këtë na i mundësoi projekti Arte dhe Xeje. Që të thotë, të gjitha këto projekte që janë në nisma të Ministrisë të Arsimit, mendoj që mos harrojmë edhe infrastrukturën për teknologjinë, janë të shumta, kështu që të gjitha këto kanë të bëjnë me sukseset në institucionet arsimore. Kemi sot biblioteka shumë të mira nëpër shkolla. Çdo vit shkollave tona ju shtohen libra, të cilat janë me kërkesë të mësuesve të letërsisë, e ku më mirë se sa ata mund të na kërkojnë në një fond librash të cilat hyjnë në përdorim nxënësve. Dhe ne sot në bibliotekat e shkollave, këto biblioteka shkollash funksionojnë edhe gjatë pushimeve verore. Që të thotë, ne nuk e mbyllim vitin shkollor në 13 qershor, por ne e mbyllim dhe i rifillojmë përsëri në datën 9 shtator. Në këtë studio kemi parë energji të jashtëzakonshme bashkëpunimi midis mësuesve dhe nxënësve. Sa e rëndësishme është kjo për një shkollë që synon të ecë përpara? Po si mund të flasim për energji ose për mospasje energjie kur ne kemi të bëjmë me adoleshentë? E ku ka më mirë se sa energjinë të ta japin adoleshentët? Prandaj ne mësuesit ndihemi të freskët në çdo moment sepse kemi të bëjmë me këta breza që na mësojnë, nuk ju mësojnë, po edhe na mësojnë. Po. Dihet që pa mësues nuk ka progres. Cili është mesazhi që Drap Korçë përshon sot për figurën e mësuesit? Ti je mësues, jep nga vetja çdo ditë. Çdo ditë. Ndoshta mësuesi është shtylla. Nëse do që të shkatrosh një shtet, hajde të shkatrojmë arsimin dhe i merr shumë shpejt benefitet nga arsimi. Për mësuesit, për kolegët e mi, patjetër jap një mesazh. Jepni më të mirën për sa kohë kemi të ardhmen e Shqipërisë në duart tona. Duke qenë se shkolla është gjithnjëherë shumë një hapësirë ku ndërthuren mësimdhënia, krijimtaria, teknologjia. Çfarë vendis dhe inovacionin në politikat arsimore të Drap Korçës? Kur themi për politikat arsimore janë ato që ndërtohen ose që krijohen në Ministrinë e Arsimit dhe Drejtoria Rajonale është zbatuese e saj. Dhe në zbatim, po them që sot në rajonin e Korçës, e përmenda edhe pak më përpara, ne kemi laboratore informatike shumë të mira, në bashkëpunim edhe me bashkitë, dhe bashkitë kanë ofruar kurse të cilat i zhvillojnë nxënësit nga ana teknologjike. Mos harrojmë që sot, nëse se ne si mësues duhet që të kemi një mësimdhënie sa më efektive, duhet patjetër që këto trajnimet e mësuesve të jenë patjetër të përqendruar edhe në teknologji, sepse brezat që kemi janë aq të zhvilluar në teknologji sa ne na duhet që të ecim me hapin e tyre. A mendoni që praktika të tilla si kjo e podcastit përhapen edhe në shkolla të tjera të qarkut Korçës si modeli mirë për të nxitur pjesëmarrjen e nxënësve dhe bashkëpunimin me komunitetin? Patjetër, podcast kemi edhe në shkollën e Pojanit dhe mendoj që edhe atje është në një funksionim të mirë ai podcast. Kjo të thotë që nëse na duhet që të përhapet, patjetër, dhe unë shikoj që edhe me një fond të konsiderueshëm, kur është dëshira e mirë për të bërë diçka të bukur e bërë. Cilat mendoni ju e nderuar se janë sfidat më të mëdha që has arsimi sot dhe si po i përballon Drap Korçë këto sfida në mënyrë strategjike? Në 3 vjet që jam në drejtimin rajonal, nuk ka sfidë më të madhe se sa rënja e numrit të nxënësve, përmenda pak më përpara. Kur themi rënja e numrit të nxënësve, nuk dua që të paragjykohet kjo fjalë, por ky është realiteti, sepse për shumë aktor, ne kemi një rënje të numrit të nxënësve nëpër klasa. Dhe nëse unë sot kam një sfidë edhe me veten, sepse shpeshherë unë marr sfidat edhe personale, kemi që numrin e mësuesve ta kemi përsëri në mbyllje të vitit të kaluar shkollor. Ta ruajmë kontingjentin. Kjo na dhem të gjithë. Kemi bërë këtë, unë mendoj në 3 vjet. Po kemi arritur. Vërtet kemi arritur dhe ka qenë një sforcë shumë e madhe edhe për ju. Në qoftë se drejtoria rajonale sot është e suksesshme, unë mendoj jo se ekziston Vinjola. Jo, Vinjola është një person. Unë kam bashkëpunëtor shumë të mirë dhe unë kudo që shkoj e them, bashkëpunëtorët e mi janë drejtuesit e zyrave arsimore, që kam 17 zyra arsimore në të gjithë rajonin. Në qarkun e Korçës kemi 5 zyra arsimore, kemi drejtues shkollash të institucioneve arsimore shumë të mirë, mos harrojmë bazën që janë mësuesit. Që do të thotë nëse ne sot kemi një rënje të numrit të nxënësve nëpër klasa, sado i vogël qoftë ky rënje e numrit të nxënësve, ne na duhet që këta drejtues të institucioneve arsimore të bëjnë një parashikim, në këtë fazë jemi në parashikimi, që mësuesit t'i mbajmë në institucionet arsimore. Dhe mos harrojmë që kemi një udhëzim të numrit 8, ndoshta kjo nuk është në interes për publikun, por
Meqense po flasim për arsimin, ndoshta mirë është të thuhet që u rishikua dhe një herë udhëzimin dhe dolëm me një udhëzim numër 8 që të tregojmë pak edhe çfarë ka ndodhur në Ministrinë e Arsimit. Gjithmonë Ministria e Arsimit vërtet harton politika të tilla të cilat ne do të kemi në zbatim, por gjithmonë merr mendim nga ata që janë në bazë, që janë mësuesit, drejtuesit e institucioneve, zyrat arsimore dhe drejtoritë rajonale që e përçojnë. Dhe unë po them që nëse ne sot kemi një numër përsëri të njëjtë mësuesve në këto 3 vjet drejtim, unë them sepse është fal këtyre ndryshimeve të udhëzimeve. Që do thotë, ne nuk i kemi udhëzimet thjesht janë të 2020-s dhe do ngelet të pandryshuar. Jo. Në 2024 ndryshoi udhëzimi, u bë udhëzimi numër 8 dhe atje kemi parë që nëse se një mësues në zyrën arsimore e supozojmë të Korçës nuk gjen vend, ne me një lëvizje paralele të detyruar e bëjmë në rang drapi. Dhe shumica e mësuesve, prandaj, jo shumica, të gjithë mësuesit, prandaj nuk kanë dalë pa ngarkesë, sepse është zbatuar ky udhëzim më së miri dhe është zbatuar në fillim të vitit shkollor 2024. Dhe kjo është për të përshëndetur dhe për të falenderuar, sepse është një problem i madh që po përpiqet të lehtësohet nga ana juaj. Mos harrojmë edhe diçka, mos harrojmë Ministria e Arsimit këtë vit ndryshe nga vitet e kaluara, ne kemi hapat që kemi marrë tashmë i kemi më të shpejta që kur të vijë nën shtatori, ne të na gjej patjetër të përgatitur nëpër institucionet tona, edhe me mësues dhe familje që ne na kanë besuar dritën e syve të kemi mësues të cilët vërtet e meritojnë atë vendin e punës që kanë. Dhe ne sot në këtë moment që po flasim, është hapur portali, është bërë thirrja për portali, për mësuesit, të cilët e ndjejnë veten të rrezikuar të hyjnë sepse mundësia e portalit, ne kemi portalin të shenjtë. Pa portal nuk mund të funksionojë. Dhe nëse sot kemi një sukses në institucionet tona arsimore, është zbatimi i portalit, që do thotë institucionet tona arsimore sot kanë meritokracinë e kërkuar nga të gjithë. Dhe po ta dini, sot ankimimet që bëhen në drejtori rajonale dhe nuk janë të pakta 18 bashki, pothuajse janë në një nivel 0, sepse askund nuk mund të cënohet portali. Duke parë nga e ardhmja, cilin ose çfarë shihni si ndryshimin më të madh që dëshironi të sillni në arsimin e qarkut Korçë në vazhdimsi gjatë këtij projekti, gjatë mandatit tuaj? Nëse flasim për ndryshimet që duam ne në qarkun e Korçës, po edhe në të gjithë Shqipërinë, sepse kur flasim drejtorët rajonal, janë 5 drejtori rajonale, kanë qenë 4, tani janë për 5, do të thotë që ne të gjithë jemi ata zbatuesit. Unë them që çfarë do të ndodhë në qarkun e Korçës? Ndoshta duhet riparë infrastruktura e shkollave. Ne shumicën e shkollave në Korçë, madje edhe pak më përpara kemi diskutuar pak me kryetarin e bashkisë edhe për rikonstruksionin e shkollës Sotirkura. Dhe kur e shikojmë kështu nga jashtë themi është e bukur. Por nga klasat që po hapen, nga paralelet që po hapen, ne kemi të nevojshme që shkollat tona mos kenë 2 turne. Do të thotë që ne kemi të nevojshme sot që të shtojmë ambientet ku nxënësit tanë të studiojnë, të marrin mësim. Dhe infrastruktura një, dhe bashkëpunimi shumë i frytshëm ndërmjet Ministrisë të Arsimit me bashkitë. Sot rikonstruksionet e shkollave janë fal Ministrisë të Arsimit në bashkëpunim me bashkinë. Dhe kur themi infrastrukturë, pastaj të gjitha të tjerat, po të jetë infrastruktura, sepse duam infrastruktura është ajo që të afron me shkollën. Dhe ne mësuesit dhe ne drejtuesit ndihemi shumë krenar kur vinë prindrit dhe shikojnë në një shkollë të bukur që ne kemi çfarë ju ofrojmë, sepse mësuesit e shkollave në qark janë për të vlerësuar. Nëse thuhet që çfarë po bëjnë mësuesit? E dini çfarë po bëjnë mësuesit sot? Mësuesit po përballen me gjithçka. Me sfidat e jetës personale, me sfidat e arsimit, me sfidën e familjes, sepse ne nuk jemi thjesht mësimdhënës. Ne dimë që në çdo familje çfarë ndodh dhe ne përfshihemi. Duam, s'duam, ne si mësimdhënës, ne si drejtues, duam, përfshihemi në jetën e familjeve. Sot në institucionet tona, në të gjitha shkollat ka shërbim psikosocial. Shërbimi psikosocial është ai që nuk e lejon tashmë atë fjalën bullizim të ngelet jashtë institucionit dhe u bullizoa fëmia kaq. Jo, ne u qëndrojmë dhe nëse sot kemi shumë pak raste të problemeve me nxënësit është edhe fal shërbimit psikosocial. Sot shkollat kanë oficerët e sigurisë. Dhe një projekt shumë i mirë, që çfarë do kërkojmë ne në qarkun e Korçës, është shkollat verore. Ministria e Arsimit para disa ditëve ka për shkollat verore
në Tiranë, në Kamës, në Durrës dhe kjo është e sigurt fal të gjitha projekteve që ka që ne si prindër sot na duhen shkollat verore, sepse prindrit kanë atë ngarkesën e tyre dhe shkollat verore i mbajnë në përsëri nxënësit pranë ambienteve të tyre. Dhe nëse do t'i drejtohesh si sot çdo nxënës që po na dëgjon përmes këtij podcasti, çfarë mesazhi do t'i jepni? Nxënësit sot ndoshta s'ka nevojë të dëgjojnë çfarë bëhet, sepse kanë marrë pushimet. Në radhë të parë ju uroj pushime të mbara. Kam punuar, janë lodhur. Ndoshta ndonjëherë thonë, po çfarë bën? Jo, edhe nxënësit që punojnë, por edhe ata që janë më pak produktiv, të gjithë kanë qëndruar në ambientet e shkollës në orën 8:15 deri në orën 1:30. Që të thotë kanë qëndruar në ambientet tona. Mësuesit patjetër që i kanë lodhur, sepse ne kemi ato objektivat tona që duhet i realizojmë dhe kur hyn dhe kjo konkurrenca ndërmjet mësuesve është shumë i prekshëm edhe nxënësi. Ne kemi kaluar VANAF-in, atë testimin që unë nuk dua ta quaj provim sepse më streson pjesa nëse them provim për klasën e 5. Është një testim që i nënshtrohen nxënësit e klasës të 5. Ditën e nesërme ne kemi PKV-n, provimin e klasave të 9-ta, të parin e tyre, dhe jemi duke mbyllur maturën. Të martën e javës tjetër ne mbyllim maturën, që të thotë, nëse ne sot themi çfarë duhet ju themi nxënësve, të gjithëve unë ju uroj sa më shumë fat, sepse ju duhet fati. Nëse janë dy gjëra kryesore në jetë, janë shëndeti dhe familja. Dhe këta nxënës janë të përfshirë, duam s'duam ne, janë të përfshirë në këto dy situata. Dhe sot themi, përveç se pushimeve të mbara, të shijojmë pushimet, sepse na duhen të shëndetshëm të gjithë. Familjet e tyre, mësuesit, të gjithë, dhe edhe nëse po më dëgjonte mësuesit e letërsisë e kanë dhënë nga një listë, por edhe mësuesit e shkencave e kanë dhënë disa ushtrime ku fëmijët duhet të punojnë, se pastaj na vinë shtator shumë të çlodhur. Kështu që na prifte mbara të gjithëve dhe nxënësve të japin maksimumin e tyre, sepse dhe sidomos maturantëve që janë sot ata nxënës të cilët ne i kalojmë nga para universitari dhe matura shtetërore është një urë lidhse ndërmjet para universitarin me universitarin. Ne sot ju krijojmë familjeve të tyre një komoditet, ndoshta dola pak nga ajo tema, por sot e kam shumë të prekshme me maturën dhe ne atë që kemi munduar është që ju kemi krijuar familjeve një qetësi që fëmijët të japin maksimumin e tyre, sepse pas çdo nxënësi fshihet një familje dhe familja na ka besuar dritën e syve, u thash dhe pak më përpara, dhe ne i kemi detyrim, jo vetëm nxënësit, por ju kemi dhe familje, ju kemi detyrim, i kemi dhe komunitetit. Kështu që të gjithë bashkë do t'ja dalim, sepse siç ja kemi dalë do vazhdojmë t'ja dalim. Të gjithë bashkë me bashkëpunim. Dhe së fundmi edhe një do ta vinja theksin tek mësuesit, cilat janë fjalët inkurajuese që do t'ju përcjellni atyre që çdo ditë në eshtje po ndërtojnë të ardhmen e vendit tonë. Mësuesit patjetër. Nëse sot do më duhet që të flas si një mësuese, sepse diploma ime është për matematikën dhe unë nëse kudo që jam, themi që unë me diplomë jam mësuese. Po se drejtuese janë kalimtare, nuk ka rëndësi kjo. Është pjesë e karrierës, është pjesë e përditshmërive tona, por si një mësuese sot them, ashtu siç ju them dhe nxënësve dhe familje që ne do t'ja dalim, patjetër. Edhe mësuesit kanë kaluar shumë sfida. Mos harrojmë që në 2020 ne kemi patur pandeminë dhe mësuesit kur kanë kaluar pandeminë që ne të gjithë, jo vetëm Shqipërinë, por të gjithë botën e kapit pa përgatitur dhe kur kaluam ato sfida dhe ne e rikuperuam veten shumë shpejt, do të thotë që mësuesi në çdo moment ka çfarë të japë nga vetja. Kështu që si një kolege e tyre, ju them që shihoni këto muaj që janë këto 40 ditësh që e kanë lej, sepse përsëri sfida na presin çdo moment. Duam s'duam, jemi në marrëdhënie me komunitetet. Edhe njëherë, unë dua të falenderoj për të gjithë fjalët e mira, për të gjithë përkushtimin dhe për të gjithë bashkëpunimin institucional që bëni jo vetëm me shkollën Stavrit Themeli, por me të gjithë shkollat. Dhe dua të falenderoj edhe njëherë Drapin, edhe juve personalisht për sforcimin maksimal që është bërë këto vite dhe dua që kjo dhe uroj nga zemra që kjo të vazhdoj për ruajtjen e vendit të punës të çdo mësuesi. Pasi është një potencial, një mësues që është i papërsëritshëm dhe përvoja e viteve të gjata është vështirë të merret në bankat e shkollës, sepse banka e shkollës nëse na formojnë për një përmbajtje të caktuar, është jeta, eksperjenca e madhe, ajo që na bën në fund të fundit njerëz dhe
të denjë për të qenë udhëheqës dhe drejtues komuniteteve. Të falenderoj nga zemra Vinjola dhe për çdo gjë të mirë që ke bërë. Dhe do të ftonja edhe se ne pavarësisht do ta mbyllim këtë projekt, ti ishe akoma në këtë projekt domethënë si thelluese, domethënë sepse edhe vetë ju meqenëse jam informuar jeni mbështetëse fortë e teknologjisë për shkolla. Dhe unë do të ftoja që të ishe edhe në këtë projekt në vazhdimsi të këtij projekti për thellimin e këtij projekti. Pavarësisht se ne kuptohet ne do ta mbyllim kaq ishte. Këtë e bëjmë me dëshirë më të madhe, por nëse duhet premtim, po, patjetër. Ne për sa kohë të jem, unë personalisht tani po flas për Vinjolën, meqense më drejtua te Vinjola, për sa kohë të jem në drejtim në arsim, unë nuk do mundohem të vej një tull. Por unë do ta vendos një gur, po të jetë për ne korçar, do ta vendos një gurriçkë që të jetë akoma më vogël, do ta vendos një gur në sistemin ton arsimor që edhe kur mos jem, të them që po, në momentin kur unë kam bërë, nuk kam bërë dëm në arsim, përveç se ju kam qëndruar afër kolegëve të mi. Unë ju uroj më të mirat dhe suksese. Shumë faleminderit për intervistën. Falënderim me zemre. Mundet ta lejojmë zonjën Vinjola tani për shkak të detyrimeve institucionale dhe unë do të kisha nderin dhe dhe unë do të kisha nderin të jap disa mesazhe dhe në vazhdimsi falenderoj Vinjolën dhe në vazhdimsi do të vazhdojmë dhe me një mesazh që do të jap dhe e nderuara drejtoresha e shkollës pasi të bëjë dhe përcjelljen e drejtoreshës zonjës Vinjola. Tani edhe një herë e ritheksoj, ky ishte një episod që na u bashkuan njerëz dhe figura institucionale shumë të rëndësishme, si zëvendësekretari i bashkisë zonja Benila, kryetaria e drejtorisë së arsimit. Kjo është një dëshmi se bashkia nuk është vetëm një institucion, por një partner aktiv i jetës arsimore. Të dy përfaqësuese të institucioneve që kanë vendosur edukimin në zemër të zhvillimit të këtij qyteti. Dhe si kuror të këtij episodi dhe të atmosfere kishim dhe fjalën e zonjës Anastasia Kinolli, koordinatore në shkollës së drejtorëve, por dhe ish nxënëse të kësaj shkolle, dëshmi që rinjt kthehen gjithmonë në një frytëri pranë një cikël që mbyllet me krenari dhe rifillon me përkushtim të ri, tregues i padiskutueshëm i punës së shkëlqyer të shkollës dhe të një së tasme të suksesshme, por dhe projektuese e një të ardhme të lavdishme. Këtë episod e hapëm me emocion, por do ta vazhdojmë me përkushtim dhe me dashuri, sepse zëri i shkollës nuk është thjesht vetëm një projekt, është zëri i fëmijëve, zëri i nxënësve dhe sot është një besim se çdo fëmijë ka një histori të madhe për të treguar, se fjalët e tyre janë fara që nëse do të bëhen pe mendimi, pjekurie dhe dinjiteti. Sot po fillon një rrugë, por nuk është një rrugë që na çon diku tjetër. Na çon thellë drejt njëri tjetrit, na çon drejt vetes. Të gjithë bashkë sot në mikrofon për të thënë po, shkolla flet dhe kur flet, bota ndalon për ta dëgjuar. Mirë se vini në zërin e shkollës, sepse fjala juaj ka vlerë, zëri juaj ka kuptim dhe ardhmja sapo ka filluar sot. Mirë se vini në zërin e shkollës, këtu ku flet mendja, flet zemra dhe flet e ardhmja. Tani sepse ky transmetim është pak i jashtëzakonshëm, sot më duhet edhe mua të bëj disa veprime këtu në studio dhe do të më falni pasi jam edhe vetëm dhe duhet të largohem edhe unë për të bërë një përshëndetje të shkurtër tek inaugurimi. Ja, vetëm të nderuar, na falni sepse jemi edhe në dy evente njëkohësisht dhe për së drejtë jemi dhe në inaugurim dhe në prezantimin e podcastit. Tani dua që të bëjmë një përshëndetje nga njeriu i cili me kompetencë profesionale, me drejtimin strategjik, me gjithçka që duhet të ketë një drejtues shkolle dhe të cilat mishërojnë më së miri, pra drejtoresha kompetente e shkollës Stavit Themeli Entela Gishto do të japë mesazhin e saj për podcastin, për në këtë episod dhe për gjithçka të mirë që është bërë, domethënë në këtë punë që nuk ka zgjatur, duhet thënë pak, por ka qenë një punë
e madhe, një punë disa mujore, një punë me një bashkëpunim dhe me një sinergji që është për t'u lavdëruar, ku u përfshin më shumë se disa aktorë dhe ku rezultati është i prekshëm dhe i qartë dhe i dukshëm. E nderuar Entela, fjala për ju. Sot më shumë se sa një intervistë, Turi, dua që t'jap një mesazh. Së pari dua të përmend një proverb afrikan. Nëse dëshiron të shkosh shpejt, shko vetëm, por nëse dëshiron të shkosh larg, shko së bashku, thot ky proverb. Ky projekt Zëri i shkollës nuk është rezultati një ideje të vetme. Nuk është thjesht një mikrofon, një aparat apo një transmetim teknik. Është zemra dhe mendja e një komuniteti të tërë që vendosi të ecin së bashku. Jam thellësisht krenare sot dhe mirënjohëse për çdo nxënës që dha zërin, për çdo mësues që dha zemrën, për çdo prind që dha mbështetjen dhe për çdo koleg që besoi se diçka e bukur mund të lindte nga ky bashkëpunim. Ky episod i parë është shpillimi një rruge ku ne si shkollë nuk kemi më vetëm një vend mësimi, por një zë, një dritare, një platformë për të ndarë dhe reflektuar dhe frymëzuar. Dua të falenderoj me përzemërsi të gjithë ata që bën të mundur realizimin e këtij podcasti, teknikisht, mendërisht dhe shpirtërisht. Faleminderit që nuk u dorëzuat përballë vështirësive, që i hapët rrugë ideve dhe që besuat se kur bashkohemi bëjmë të mundur edhe të pamundurën. Zëri i shkollës nuk është vetëm një emision, është një ftesë për bashkëbisedim, për rritje të përbashkët dhe për ndërtim të një kulture të re, ku fjalët nuk qëndrojnë në letër, por marrin jetë, ku zëri çdo nxënësi, çdo mësuesi dhe çdo prindi ka peshë dhe ndikim. Dhe më e rëndësishmja, asgjë nuk na ndal kur vendosim të ecim bashkë. Kjo është forca jonë si shkollë, si komunitet dhe si njerëz që duan të lënë gjurmë. Me përulësi dhe krenari ju falenderoj të gjithëve ju. Le të jetë ky një fillim frymëzimi për gjithçka që do të vijë më pas. Shumë faleminderit edhe një herë Turi, faleminderit shumë për gjithë këtë gjë të bukur edhe me vlerë që ju po i lini shkollës Sabri Themeli. Edhe falenderimi për ju, për gjithë impenjimin e madh, për të gjithë angazhimin dhe për lehtësimin e procesit që duhet thënë ishte një detyrë jo e lehtë, pasi edhe koha ishte shumë e kufizuar dhe u arrit u bë, si të themi, një mrekulli, le të themi, në të kohë të kufizuar të arrit të realizohet të përmbyllen sfida teknike, sfida të përmbajtjes, sfida logjistike e të tjera. Duhet të them edhe një diçka tjetër, që në këtë sfidë unë nuk kam qenë edhe i vetëm, por duhet përmend edhe dy koleget e mia të nderuara, zëvendësatoreshin kompetente të shkollës Azreni të nderuar në Viola Rushi, por dhe mësuesen e talentuar Sonila Jauplari, të cilat edhe ato kanë pamojim një pjesë shumë të rëndësishme në projektin tonë. Tani varin edhe nga kendi i kamerave, pasi ato i kemi prezent në studio, por kemi kendin e kamerave që nuk se kuptohet tani studioja është ideuar për 2 veta, tash ne duhet të Turi, do më lejosh mua të lëviz, po dhe një mesazh të fundit për të gjithë ata që na dëgjojnë. Ne jemi të vetëdijshëm të vështirësive që kemi kaluar dhe të problemeve. Ajo që unë dua të them është që aty ku ka dëshirë çdo gjë bëhet e mundur. Shumë faleminderit, po ju lë fjalën aspirantëve të tjera të shkollës. Edhe ne të falenderojmë ty. Atëherë duke falenderuar drejtoreshin të nderuar Entela, ftoj të na bashkohen dhe koleget e mia të nderuara për të dërtuar dhe ato një mesazh. Përshëndetje Sonila. Faleminderit për gjithçka që ke bërë gjatë këtij viti për ne. Edhe juve, pasi ka qenë një vit, domethënë që dhe një rrugëtim që nuk ka qenë i thjeshtë, por që ka pasur sfidat e tij, uljet, ngritjet, ato nga ndonjëherë, le ta themi, pse jo, edhe ato uljet e caktuara në situata të caktuara dhe nga ndonjëherë dhe kemi menduar dhe çfarë po bëjmë kështu, por gjithsesi në fund arritëm dhe ja dolëm. Sonila, fjala për ty. Faleminderit edhe një herë, faleminderit të dashur miq. Faleminderit me zemër për praninë dhe për krajen tuaj në këtë moment të veçantë, inaugurimin e ambientit të shkollës Sabri Themeli. Prania juaj e bëri këtë event më të bukur, më domethënës dhe plot frymëzues për ne dhe për nxënësit tanë. Mbështetja juaj na jep forcë të ndërojmë
më shumë, të krijojmë më shumë dhe të ecim përpara me guxim, ide dhe bashkëkohore. Jemi krenar që këtë hap të rëndësishëm e ndajmë me ju dhe me zemër bashkëpunimi të reja në të ardhmen, sepse e mësuara nuk dalet kur, ajo vetëm ndëron formë. Shumë mesazh do me them falënderime nga zemra dhe tani dua të dëgjojmë edhe njeriu që si të thuash na e ka marrë shpirti me precizionin për detajet, ka qenë si të thuash detajistja e grupit, ajo që i jepte finesën gjithçkaje e nderuara Viola Rushi. Faleminderit, Turi, Sanila, bashkëpunimi jonë ka qenë shumë i pritshëm. Mua më pëlqeu nga për të gjithë ishte një kënaqësi, pjesëmarrësit ju pëlqeu shumë ky projekt dhe të gjithë mendojmë se kur le gjëra të mira diku nesër i krenar për ta. Unë do po e mbyll dhe sot podcastin episodin e tretë si një falënderim të veçantë të gjithëve ju pa përjashtim për pjesëmarrjen tuaj në të gjithë fazat e projektit, si dhe në inaugurimin e ambientit të podcastit në shkollën tonë mentore Stavi Themelit. Prania juaj e nderuar i dha vlerë dhe emocion këtij momenti të rëndësishëm për komunitetin tonë shkollor. Kontributi dhe mbështetja juaj janë frymëzim për të vazhduar me projekte inovatore në të mirë të nxënësve. Jam një minjohës në bashkëpunim dhe mbështetjen tonë të vazhdueshme. Ky podcast dhe mënyra se si u realizua është një provë gjallë se bashkimi bën fuqinë dhe bashkimi sjell ndryshim. Shumë e bukur. Shumë e bukur dhe vërtet bashkimi e beri fuqinë dhe bashkimi e solli ndryshimin. Tani se u bë dhe një kohë gjatë që jemi në transmetimin live, do të doja dhe unë të thosha disa fjalë për ta përmbyllur përfundimisht këtë dhe për t'i lënë në shkollës një diçka në duart e saj, pra siç thamë një mjet shumë të fuqishëm i cili do të shërbejë, domethënë për shkollën, për të përballuar pra sfidat e kohës, por edhe për të qenë me një fjalë në një hap me zhvillime teknologjike të cilat tani janë të dukshme dhe të cilat nuk mundet veç se ti përqafojmë. Në bangat e kësaj shkolle rriten ëndrat pa zhurmë, mes librave zërash të ngrohtë dhe eshtjeve që flasin shumë. Këtu ku mësuesi nuk jep vetëm mësim, por zemrën, i jep kohë dhe i jep vetëm pakursim. Çdo fjalë që mësohet është një hap më pranë dritës. Çdo gjë dhe çdo gjë që ngrihet sot është një urdhër drejt ardhmës. Dhe çdo mikrofon që ndizet këtu është një premtim që s'do të shuhet kurrë, sepse një fëmijë që flet me zemër është një kom që rritet me shpresë, dhe një mësues që dëgohet është një kom që di të kujtojë me nder. Faleminderit që ishit dhe jeni pjesë e këtij zëri. Ju falenderoj pra që është zëri i fëmijës, zëri i mësuesit, zëri i ardhmës. Ky është zëri i shkollës dhe ai sapo ka nisur të flasë. Tani nuk po përmbyllim thjesht një episod dhe përfundojmë me sukses realizimin e një projekti, por pikërisht tani ne sapo nisëm fillimin e një historie të re, një histori suksesi që ka emër, ka zë, ka fytyrë, është studioja jonë, është zëri i fëmijëve tanë, është bashkëpunimi i sinqert mes mësuesve, prindërve dhe komunitetit. Zëri i shkollës është më shumë se një podcast, është një dritare nga ku brezi ri flet, mëson dhe rritet me guxim e frymëzim. Faleminderit që ishit në këtë udhëtim që sapo ka filluar, sepse kur zëri i shkollës buçet fort, komuniteti dëgjon dhe ndryshimi fillon. Zoti ju bekoft të gjithëve dhe pushime të mbara dhe të gëzuara për të gjithë. Kalofshi sa më bukur. Falënderime zemre për të gjithë dhe shpresojmë të kemi një vit të ri shkollor që po na afron dhe që nuk është larg, me suksese dhe me arritje dhe me projekte të reja. Ju falenderoj.